Në numrin e ri të revistës Newsbomb.al do të lexoni: Basti Edi Ramës me brezin e ri. Kryeministri zgjedh skuadrën e 11 majit, xhaketat e vjetra në fush, emra të rinj në listat e sigurta. Po reformohet apo po tregon stabilitet PS-ja? Berisha bën zgjedhjen e tij, të rinjt në provë, të vjetrit në garanci. Listë hallesh për 11 maj, një revolucion i munguar apo një llogari e ftohtë? Mundësia Erald Kaprit, nga fëmijëria mes vështirësive te politika si mision. Erald Kapri, kandidati i ri që sfidon establishmentin. Forcat e armatosura, një udhëtim mes armëve dhe strategjive që mbrojtën Shqipërinë nga e shkuara tek e ardhmja. Ministri Pirovengu tregon vizionin e ri të mbrojtjes shqiptare. 3 ditët e para mes demokracisë dhe tmerrit, Shqipëria mes shpresës dhe frikës, zgjedhjet e 31 marsit 1991 dhe 3 ditët që ndryshuan historinë. Arabia Saudite, rezortet që të lën pa fjalë, 17 vite më pas, një rikthim mes ndryshimit dhe modernes, përshtypjet e një udhëtimi mes së vjetrës dhe një të ardhmeje futuristike. Leonard Bombaj, artisti që të mbush me mirësi nga fshatrat e Vlorës në epokën e inteligjencës artificiale, rrëfimi një jetë të jetuar mes pasioneve dhe sfidave. Për më shumë shfletoni revistën Newsbomb.al në të gjitha aplikat e shitjes për 20 marsit dhe shkarkoni aplikacionin ton për lajme që ju duhen dhe kur ju duhen.